Për qeverisjen e gjatë e Edi Ramës ka ardhur një tjetër goditje e fuqishme nga përtej e oqeanit. Shtetet e Bashkuara të Amerikës e rendisin Shqipërinë mes 13 vendeve të rrezikshme për pushime. SBA-t paralajmërojnë për dhunë të synuar që lidhet me rrjetet e paligjshme të drogës dhe krimin e organizuar në të gjithë vendin. SBA-t kanë listuar 13 vendet europiane që konsiderohen si destinacione shqetësuese për shtetasit amerikanë që zgjedhin kalojnë pushimet në Europë. Mes vendeve që renditen në atë që konsiderohet si lista e turpshme renditet Shqipëria, e cila në bazë të klasifikimit përfshihet në grupin 2 të rrezikut nga 4 grupet që Departamenti Amerikan i Shtetit klasifikon shtetet në bazë të rrezikshmërisë. Për Shqipërinë, SBA-t paralajmërojnë për dhunë të synuar që lidhet me rrjetet e paligjshme të drogës dhe krimin e organizuar në të gjithë vendin. Aftësia e zbatimit të ligjit për të mbrojtur udhëtarët është e kufizuar në disa zona, veçanërisht në rajonet e largëta, thuhet në këtë deklaratë zyrtare. Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha ishte sot në prokurorinë e posaçme si person që ka dieni për padinë e gjyqtares Irena Gjoka ndaj tij për shpifje. Bëhet fjalë për deklaratën e fortë të Berishës për një komunikim të saj ku u përmendej një shifër prej 500.000 eurosh. Berisha pasi qëndroi përballë agjentit të Byros Kombëtare të Hetimit për 50 minuta, deklaroi për mediat se ka informacione shumë por burimi nuk e tregon. Ai lëshoi një sër akuzash për gjyqtaren Irena Gjoka për të cilën thotë se ka 5 mbiemra dhe ka fshehur dënimin në Greqi. Berisha lëshoi gojën sot edhe për kreun e SPAK-ut Altin Dumani, ndërsa një grusht militantësh i jepnin zemër jashtë SPAK-ut ku kishin shkuar me urdhër të Flamurnokës. Pasi prokuroria e posaçme i shtyu një ditë më parë me 6 muaj hetimet për të, Ilir Metës nuk i dele keq ai reagoi sërish ditën e sotme nga Aqelia përmes një statusi në rrjetet sociale. Meta denoncon se ndaj tij po kryhet një përndjekje politike pas një provë të vlefshme dhe se qëndrimi i tij në paraburgim është vetëm për të penguar aktivitetin e tij opozitar. Ai akuzon sërish sistemin e drejtësisë për arbitraritet dhe manipulim politik, duke premtuar se kauzat e tij do dalin fitimtare dhe pluralizmi politik do të rikthehet në Shqipëri, ndërkohë që harron se më 11 maj shqiptarët ja shkrin Partinë e Lirisë. Brenda javës e zaurojmë gjykatën kushtetuese dhe ecim me shpejtësi drejt Strasburgut. Fundi i drejtësisë me regji do të jetë i turpshëm dhe i falenderoj që kur nuk më kanë zhgënjyer sepse me veprimet e tyre tërësisht sorosiste, arbitrare dhe kriminale, vetëm kanë provuar ato që kam thënë prej shumë kohësh që kjo është një drejtësi me regji garante e pandëshkueshmërisë së Edi Ramës, e arkitektit dhe vendimarrësit absolut për aferën e shekullit e inceneratorëve, i vetmi kryeministër në botë që shpall fituesit pa lindur akoma, emri i të cilit është paktën 14 herë në dosjen e mikut të tij me McGonigal. Kryeministri Edi Rama i rikthehet edhe pas zgjedhjeve rubrikës së tij propagandistike në rrjetet sociale SYMSY. Ndërsa para zgjedhjeve u lutej shqiptarëve për votën, tani bën arrogantin, jo se këtë cilësi nuk e ka edhe kur lutet, por pas fitores së mandatit të 4, ka edhe të drejta bëj në fakt. Rama u shpreh sot se është krenar që populli shqiptar e kupton dhe tha se ka 1001 arsye për të qëndruar këtij fundit besnik. Njëri prej komentuesve e uroi që nga zgjuar nga gjumi. Mirë, po Rama ja ktheu duke bërë protagonist edhe një herë pas zgjedhjeve këtë herë. Bashën, rri i sigurt se unë i zgjuar jam, në kuptimin rri zgjuar se kështu më takon deri kur ti bie të flesh dhe zgjohen para se ti të zgjohesh, sepse ndjej se këtë detyrim kam pavarësisht nëse ti më ke votuar ose jo. Unë jam këtu për t'i shërbyer të gjithëve, mos ma ki fare me rakur nëse do të më qash hallin, qaj hallin që për periudha të tëra nuk më zë gjumi fare, i tha Rama. Ndërkohë për Lulzim Bashën, kreun e Euroatlantikëve, kryeministri pyeti a është gjallë, por edhe pse ka fituar mandatin e 4 dhe opozita nuk është gjikundi, Rama merret sërish edhe pas zgjedhjeve me këtë të fundit më saktë me Sali Berishën. Populli shqiptar është një popull që t'jep ujë me bish të lugës, kështu që kush e merr lehtë bën një gabim të madh, një gabim shumë të madh, aq monumental saqë mjafton të ndiqni të tjerë këtyre ditëve se në çfarë drejtëje mendore janë katandisur për të kuptuar se çfarë të ndodh, po e more lehtë këtë popull, tha sot Rama duke ju referuar kreut të Partisë Demokratike. Javën e ardhshme nis rinumërimi i votave për dy qarqet e mëdha Tiranën dhe Durrësin. Madje Komisioni Qendror i Zgjedhjeve pas ka sakrifikuar edhe pushimet verore duke i shtyr ato për hir të këtij procesi. Sot Ilirian Celibashi tha se ky fundit pritet të zgjat 20 ditë. Nga ana tjetër Berisha deklaroi sot se nuk pret asnjë ndryshim, por vetëm transparencë nga rinumërimi i votave. Ndërkohë që edhe sot vijoi me publikimin e videove që pretendon fenomenin e trenit bullgar. Berisha thot se zgjedhjet u kontrolluan nga grupet kriminale. Ndërkohë në Komisionin e Ankimimeve dhe Sanksioneve ditën e sotme u diskutuan pretendimet e kandidatit koalicionit opozitar Aulon Kalaja, i cili pretendon se votat e tij janë manipuluar dhe është favorizuar një tjetër emër nga lista e hapur e Partisë Demokratike. Bëhet fjalë për ish prokurorin Arjan Doj në qarkun e Durrësit. Në argumentet që paraqiti sot përmes mbrojtjes së tij në kas, Kalaja pretendon se në të paktën 9 qendra votimi ka pasur manipulim të votave, duke ia zbritur atij ose duke i cilësuar votat të pavlefshme. Pretendimet Kalaja i kanë ngritur bazuar në pamjet filmike. Ndërkohë për të njëjtin proces edhe kandidati tjetër që pretendon pa rregullsi përmes pamjeve
mjekësore filmike që ka në dispozicion Ilir Ali Mehmeti. Thotë se është duke pritur procesin e rinumërimit të votave, pasi ka prova për manipulime. Ai nuk di të thotë nëse kjo do të ndryshojë apo jo rezultatin, por kërkon transparencë të plot. Mirë po perlën e ditës, referuar këtij lajmi, sigurisht e lëshoi sot relatori i kasit Kolibele, i cili tha se nëse askush nuk pret asnjë ndryshim rezultati, atëherë të mos e bëjnë kot këtë proces, pasi nuk do rrim gjithë beharin këtu, shpreh ai, dhe ka të drejtë në fakt. Kryeministri Edi Rama ka finalizuar një tjetër pazar me konflikt interesi në favor të një deputeti aktual të Partisë Socialiste dhe vajzës së tij, e cila u zgjodh deputete më 11 maj nga lista e mbyllur. Bëhet fjalë për deputetin e Shkodrës Agron Çela, i cili më 4 qershor përfitoi me procedurë koncesionare PPP zhvillimin dhe shfrytëzimin për biznes privat rezidencës qeveritare në Velipoj përmes kompanisë Genis SHPK, e regjistruar në emër të bashkëshortes së tij Belma Çela. Ligji përcakton se konflikti i interesit ekziston edhe kur familjarët funksionarëve publik përfitojnë pasuri, fonde apo leje shtetërore gjatë ushtrimit të mandatit të tyre. Kjo përbën rast tipik të shkeljes së ligjit dhe kushtetutos, për të cilën Kuvendi përmes Këshillit Mandateve ka detyrimin të nisë me njëherë procedurat për heqjen e mandatit të deputetit Agron Çela. Po ashtu Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, përkatësisht kryetari Ilirian Celibashi, ka detyrimin të mos certifikojë mandatin e vajzës së tij Genis Çela për shkak të konfliktit të interesit. Ky rast tregon edhe një herë se si pushteti përdor në mënyrë sistematike institucionet dhe procedurat ligjore për të mbuluar dhe legalizuar shpërblimet politike dhe ekonomike në kundërshtim të plot me ligjin dhe interesin publik. Taksapaguesit shqiptar financojnë një institucion që ka për detyrë të kontrollojë pasuritë e zyrtarëve të lartë dhe në rast të mosdeklarimit apo fshehjes së tyre të ndërmarr masa ndëshkuese përfshir gjoba administrative dhe kallëzime penale. Por realiteti është krejt tjetër. ILDKPI ka vepruar thuajse vetëm ndaj zyrtarëve të rangut të ulët, ndërsa për funksionarët e nivelit të lartë në qeveri, parlament, drejtësi, polici dhe institucione të tjera kyçe nuk ka kryer asnjë hetim pasuror serioz, pavarësisht denoncimeve të shumta publike dhe informacioneve që kanë mbërritur nga agjencitë e hetimit vendas dhe ndërkombëtare. Evgjeni Bashari, drejtuesja aktuale e ILDKPI-s, prej afro 5 vitesh e ka shfrytzuar këtë për të punësuar familjarë dhe miq të saj, si dhe për të mbyllur dosjet e zyrtarëve që i garantojnë mbështetje politike. Së fundmi, më 19 maj, qeveria i akordoi LDKPI-s një fond shtesë prej 2.2 milion eurosh me justifikimin për të shtuar një kat mbi godinën aktuale. Sipas burimeve të siguruara nga pamfleti, kjo shtesë kati lidhet me emërimin e 40 inspektorëve të rinj, të cilët do të shërbejnë kryesisht interesave politike, jo kontrollit real të pasurive të zyrtarëve. Bashari ka falsifikuar raportet për të paktën 137 gjyqtarë prokuror, ndërsa për zyrtarët më të lartë të qeverisë, përfshirë ministra, deputetët dhe zyrtarë të tjerë me pasuritë pa justifikuara, nuk ka nisur asnjë kallëzim penal dhe nuk ka aplikuar asnjë masë ndëshkuese. Në vend që të jetë një institucion i kontrollit dhe ndëshkimit të korrupsionit, LDKPI është kthyer në një bunker politik që mbron më të pushtetshmit në këmbim të privilegjeve të tenderëve. SPAK publikoi sot listën me 13 kandidatët që garojnë për kreun e Byros Kombëtare të Hetimit, e ashtu quajtura FBI-a shqiptare. Kryetares aktuale Aida Hajna i përfundon mandatin më datë 31 gusht. Në listë janë 2 drejtorë të përgjithshëm të policisë së shtetit, përkatësisht Gledis Nano dhe Haki Çako. Mes kandidatëve është edhe Andi Pogaçe, një prej prokurorëve emri të cilit është lakuar për dekonspirimin e një informatori të policisë që çoi në zbulimin e një grupi që trafikonte mina me telekomand. Komisioni që do të përzgjedhë emrat fitues përbëhet nga 3 prokurorë të SPAK-ut me në krye Altin Dumani. Kandidatët që kalojnë fazën e verifikimit paraprak ftohen për të marrë pjesë në fazat pasardhëse të këtij procesi. 13 kandidatët janë Andi Pogaçe, Artur Beu, Astrid Halilaj, Elton Korluku, Gentian Doi, Gentian Shehaj, Gledis Nano, Haki Çako, Joni Keta, Mauricio Sheldia dhe Marinela Pilinçi. Ambasada amerikane në Tiranë ka bërë një tjetër reagim në rrjetet e saj sociale. Këtë herë ka shpërndar një mesazh të rëndësishëm të sekretarit amerikan të shtetit Marco Rubio për qëndrimin e palëkundur të qeverisë amerikane ndaj emigracionit të paligjshëm dhe sigurisë kombëtare. Ne jemi të palëkundur në përkushtimin tonë për t'i dhënë fund emigracionit të paligjshëm dhe për të forcuar sigurinë kufitare të Amerikës, shkroi sekretari Rubio. Sipas këtij fundit, 2 zonat e reja të mbrojtjes kombëtare përgjatë kufirit jugor dhe aplikimi i standardeve të rrepta të verifikimit për aplikantët për viza janë hapa kyç në ruajtjen e sigurisë së brendshme dhe publike të vendit. Domasa vini një kohë kur Shtetet e Bashkuara të Amerikës synojnë të rrisin kontrollet në kufi dhe të përmirësojnë sistemet e verifikimit për të parandaluar hyrjen e paligjshme dhe për të garantuar sigurinë kombëtare. Ndërkohë kujtojmë edhe kaosin e ditëve të fundit në Los Angeles nga vala e protestave për deportimin e emigrantëve. Vendimi palëkundur i presidentit amerikan Donald Trump. Ditën e sotme në gjykatën e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar u mbajt seanca e radhës ku dëshmon i penduari i drejtësisë Erion Alibej në kuadër të dosjes së njohur Plumbi Art. Ai rrëfeu sot se si bashkëpunoi me Nureddin Dumanin, një tjetër të penduar të drejtësisë, për vrasjen e Emiliano Ramazanit dhe Bujar Çelës, ky i fundit vëllai të shumë kërkuarit Talo Çela. Morëm një makinë bashkë me Nureddinin dhe e lam në një garazh te Dajat e Mi në Peqin. E morëm për ta pasur për punë në gatishmëri për të bërë vrasje. Më pas e afrua makinën dhe i kërkova nder Arben Lazës për ta lënë në një kapanon
kapanon afër metalurgjikut, po interesoheshim edhe për bujarçelën vëllain e Taloçelës. Në atë kapanon ka fjetur disa didumani bashkë me çunat e fushkrujës për të ekzekutuar bujarçelën. Vrasja u la pak më vonë dhe gjatë kësaj kohe u diskutua për vrasjen e Emiliano Ramazanit. Informator kisha Elio Bitrin dhe Julian Hoxhën, ky më informonte edhe për Regis Runajin apo bujarçelën. Ramazani ishte njeriu më aktiv i vëllezërve Çopja dhe bujarçela që ishte njeriu më i afërt i Taloçelës. Ne vendosëm që të vrasim dhe bujarçelën sepse komunikonte me telefon me Taloçelën. Vrasjen e Ramazanit e mori përsipër ta bënte skerditase Nipçia dhe Kusho, Rrëfeu Alibej. Edhe sot, si bashkëpunëtor i drejtësisë, ai zbërtheu aktivitetin kriminal të bandave të organizuara ndër vite, ku edhe ai vet ka urdhëruar e financuar shumë prej tyre. Ai foli sot edhe për miqësinë e zgjeruar që kishte deri te lidhjet me efektiv policie dhe oficer, siç ndodh gjithmonë me grupet kriminale. Ndërkohë, në sallën e gjyqit sot Alibej tregoi po ashtu edhe për vrasjen e Dorian Shkozës, i cili cilsoi si njeri afërt me Taloçelën, për cilën thotë se ka paguar 100.000 euro. Me të penduarin tjetër të drejtësisë Nureddin Dumani, Alibej tregon se ishte në kontakt vazhdueshëm lidhur me Taloçelën, për cilin thotë se ishin në pritje nëse do të bëhej gjallë pas ekzekutimit të Shkozës. Ndërkohë sot Alibej pohoi po ashtu se Nureddin Dumanit i kishte dhënë disa veshje si të OFL-s dikur dhe 2 kalashnikov për ekzekutimin e vëllezërve Haxhia. Vëllezërit Besmir dhe Viktor Haxhia u ekzekutuan në një atentat mafioz në prill 2020 në Durrës. Klevi Salla është dënuar me 25 vite burg lidhur me këtë ngjarje. I penduari i drejtësisë Erion Alibej në dëshminë e tij tregon se plani ishte për të vrarë Altin Docin dhe Besmir Haxhian, jo Viktorin. Alibej rrëfen se Enrik Hoxha kishte pseudonimin Kusho, ndërsa Klevi Salla njihej si Nipi. Pas atentatit Nureddin Dumani ka thënë Alibejt se ishte shoqëruar në polici Nipi dhe kishin frikë se do të fliste. Alibej në dëshminë e tij tregon se Altin Doci ishte në makinë me vëllezërit Haxhia, por kishte zbritur rrugës dhe nuk u arrit qëllimi për ta ekzekutuar. Diskutoja me Nureddinin për varrimin e vëllezërve Haxhia, pasi mund ta ekzekutonim Altin Docin edhe ditën e varrimit. Unë isha pro, por nuk u arrit pasi ai nuk shkoi në varrim, dëshmoi sot Alibej ndër të tjera. Ditën e sotme 27.000 maturantë ju nënshtruan testit të letërsisë në kuadër të provimeve të maturës shtetërore. Mirëpo, siç e kërkon tradita tashmë, teza e provimit u publikua 20 minuta pasi nisi zyrtarisht testi. Mirëpo, për Ministrinë e Arsimit kjo nuk përbën asnjë problem, si gjithmonë. Pas një betejë të gjatë me një sëmundje të rëndë, ndëroi jetë sot në moshën 78 vjeçare Bujar Bukoshi, ish kryeministri në ekzil i Kosovës. Ai u emërua kryeministri i qeverisë Kosovës në ekzil pas shpalljes së Republikës më 1991 dhe për afro një dekadë punoi nga Gjermania për të sensibilizuar botën perëndimore për represionin serb në Kosovë. Bukoshi ishte ndër themeluesit e institucioneve paralele shqiptare gjatë viteve 90 dhe një nga bashkëpunëtorët më të ngushtë të presidentit historik Ibrahim Rugova. Përveç kontributit të tij si mjek dhe profesor në Fakultetin e Mjekësisë në Prishtinë, ai luajti një rol kyç në themelimin e Këshillit për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njerëzit dhe të lidhjes demokratike të Kosovës, ku u zgjodh sekretari i përgjithshëm. I përndjekur nga regjimi serb për shkak të angazhimit të tij politik në vitin 90, ai u dëbua dhunshëm nga klinika e Prishtinës ku punonte si kirurg. Me krijimin e qeverisë së Kosovës në ekzil, doktor Bukoshi organizoi rrjetin e donacioneve nga diaspora që mbajti në jetë sistemin paralel të arsimit dhe shëndetësisë në Kosovë. Pas luftës së Kosovës, ai mori pjesë në negociatat e Rambujez dhe drejtoi Unionin e fondeve për rindërtimin e Kosovës, përmes të cilit u rindërtuan shkolla, shtëpi dhe projekte kulturore në vend. Më pas shërbeu si deputet ministër i shëndetësisë dhe zëvendës kryeministër në qeverinë e Kosovës, duke kontribuar në reforma në shëndetësi e mirëqenie sociale. Bukoshi mbahet mend si një ndër figurat më të përkushtuara të kohës së rezistencës paqësore dhe të periudhës së ndërtimit të shtetit të Kosovës. Një ngjarje e rëndë tronditi sot Austrinë. Një ish nxënës i një gjimnazi që kishte braktisur shkollën u rikthye te kjo e fundit dhe qelloi me armë zjarri ndaj bashkëmoshatarëve të tij dhe mësuesve të kësaj shkolle. Masakra i mori jetën 10 personave, përfshirë nxënës dhe mësues. Autori e përdori 2 armë për të qelluar mbi ta, ndërsa në fund të krimit u vetvra. Në bilancin zyrtar për media, drejtori i policisë së shtetit të Stirianit, ku ndodhet edhe zona e vendngjarjes, tha se autori ishte 21 vjeç dhe përdori 2 armë. Autori jetonte në qytetin e Gracit dhe oficerët e policisë besojnë se ai ka vrarë veten në tualetet e shkollës. Në vendngjarje morën pjesë më shumë se 300 oficerë policie, ndërsa menaxhuan edhe situatën e evakuimit të shkollës. Nga policia u bën thirrje dëshmitarëve që të mos ndajnë foto apo video në mediat sociale, duke thënë se policia ka krijuar një platformë ku mund të ngarkohen informacione. Ministri i Brendshëm Gerhard Karner thotë se autori i sulmit ishte një ish nxënës që nuk e kishte mbaruar shkollën, por e kishte braktisur atë. Mësohet se autori zotronte ligjërisht 2 armët që përdori në krimin e sotëm. Ko Austria ka shpallur 3 ditëzie pas ngjarjes së sotme. Flamuj do të ulen në gjysmështisë dhe festimet publike do të anullohen. Qeveria pritet miratojë ditën e sotme rezolutëm për zinj kombëtare. Për masakrën e sotme në Austri kanë reaguar nga brenda dhe jashtë vendit, duke shprehur ngushëllime për viktimat.
Pas heshtjes së gjatë të perëndimit, duket se Britania e Madhe është ajo që ka ndërmarrë një akt sa do të vogël kundër regjimit të Benjamin Netanyahut në Izrael për ato që po ndodh në Gaza. 2 ministra izraelit janë sanksionuar nga qeveria britanike. Ata janë ministrat e ekstremit të djathtë Itamar Ben-Gvir dhe Bezalel Smotrich. Reagimi vjen si përgjigje ndaj komenteve dhe qëndrimeve të tyre lidhur me konfliktin në Gaza. Ky vendim u shpall sot nga sekretari i jashtëm David Lammy dhe do t'u ndalojë 2 ministrave hyrje në Mbretërinë e Bashkuar e do t'u ngrijë të gjitha asetet. Sekretari i jashtëm britanik David Lammy deklaroi sot se Britania e Madhe do të vazhdojë të punojë për një armpushim të menjëhershëm në Gaza, lirimin e menjëhershëm të pengjeve të mbetura nga Hamasi, një rritje të ndihmës dhe një rrugë drejt një zgjidhje mes dy shteteve. Ndërkohë Izraeli reagoi menjëherë dhe ashpër ndaj këtyre sanksioneve. Ministri i jashtëm Gideon Sar e quajti vendimin britanik të papranueshëm dhe njoftoi se kabineti i tij do të mblidhet javën e ardhshme për të diskutuar kundër përgjigjen. Ministria e jashtme izraelite thotë se është skandaloze që përfaqësuesit e zgjedhur dhe anëtarët e qeverisë nënshtrohen këtyre lloj masash. Ditën e sotme, në orën 20:45 do të luhet ndeshja e shumë pritur Shqipëri-Letoni. Kombëtarja jon luan në këtë transfert në kuadër të eliminatoreve për kampionatin botror të futbollit 2026. Rreth 500 tifoz kuqezi janë të pranishëm në Letoni për të ndjekur nga afër kombëtaren kuqezi. Mirëpo një lajm i keq ka kapur të papërgatitur trajnerin Silvinho, pasi Arlinda Jeti nuk do të jetë i gatshëm për ndeshjen e sotme ndaj Letonis. Qendërmbrojtësi ka shfaqur një shqetësim muskulor në kofshën e majt dhe gjatë ditës djeshme është stërvitur veçmas grupit. Ai është mbajtur në nënvëzhgim të vazhdueshëm nga stafi mjekësor, por nuk ka mundur të rikuperohet në kohë për të qenë i gatshëm për këtë përballje. Mësohet se ai do të zëvendësohet nga Medon Berisha. Mes fushori i serisë së A ishte në stol ndaj Anglisë dhe Andorës dhe ishte në tribun kundër Serbisë. E njëjta gjë ishte planifikuar edhe për sot me Letonin, por dëmtimi i Jetit ndryshon planet e trajnerit Silvinho. Kujtojmë se në përballjen në Air Albania në Tiranë me Serbin, kombëtarja jon nuk arriti të fitonte edhe pse pati shumë raste, duke marrë vetëm një pikëshin e barazimit 0-0. Sonte i duhet më shumë se kurrë fitoria për të marrë një 3 pikësh të plot në Letoni.